pasur sistemin e energjisë elektrike në botë, që gjithë e kanë rritur dhe ne sot jemi në kushtet kur e kemi ulur energjinë elektrike, dhe për të pasur vepra të cilat janë krenari kombëtare, normalisht ministri ka qenë në krye të këtyre punëve për të komunikuar dhe për të përshpejtuar procese. Që do të thotë, sepse morën një model qeverisje ku ministri ishte në gjumë dhe taksat e shqiptarëve nuk mos u merr me kështari. Pyetja ime është kjo. Në interes të tyre. Pra, ju po thoni që shumica do ta mbrojë. Po teori politike unë jam jurist sot rri dashur. Ti edhe jurist edhe politikan që mbron Partinë Demokratike, më kupton. Tani ndaje, po flas politikisht apo nuk ka lidhje fare. Tu çapo ndodh? Po flasim ka për ministri. Tani të flatësh që nga 2005 nuk kanë ikur më dritat në Shqipëri. Nëse do. Po pse vjedheshim pra? Nga 2005 deri në 2013 vjedheshim më sot rri dashur. Nga 2005 nuk ka pas më krizën energjetike. Eci mos flas, mos mbetemi te drita se është diskutimi i kahershëm. Ideja është kjo. Rama çapo na thot, do ta mbroj apo jo shumica ato që lexoj unë, do të thotë që minimalisht, pra është shumë e qartë, në kuvent nuk do kemi vetëm thjesht, po themi një vëzhgim in prima facie për të parë nëse formalisht të paktën kërkesa prokurorit e cila është e drejtuar ka, po themi, konotacion normal vetëm thjesht në aspektin penal për atë çfarë ka brenda dosja, por këtu do të kemi quasi gjykat. Pra do shikoni që në këshillën e mandateve do ketë një gjyq, madje një gjyq stërgjatur. Ato që duhet ta bëjë vetëm gjykata. Aty kryeministri po paralajmëron që ne do bëjmë një gjyq, pra me prokurorin, me pyetje, me nuk e di me çfarë do lloj gjëje të tash. Madje besoj që edhe Balluku do bëjë të njëjtën gjë vetë edhe imprimis, pra vetë personalisht. Edhe vetë, po patjetër. Madje mund të ketë, kemi pasur raste edhe i mbrojtës fatikisht në avokat, lejohet avokat, po, pra një avokat. Besoj që do kemi një gjyq, i cili nuk është një gjë normale, por megjithatë këtë po thot. Dhe besoj që do tashmë po kërkon që Këshilli i Ministrave, madje edhe Kuvendi tashmë, të bëhet një streh ku mund të mbrohesh nga SPAK-u, ku mund të mbrohesh nga drejtësia. Dhe nëse nuk do jepet autorizim ose mirë themi në rastin konkret, pra nuk do kemi heqje të imunitetit në rastin konkret, besoj se do jetë momenti i parë kur do t'jetë goditja e parë e fortë ndaj sistemit të drejtësisë ose mirë themi sistemi i drejtësisë, ja të lutem, s'mund ta lejoj unë këtë. Sistemi i drejtësisë të faktoj veprat dhe të faktoj ata ku se kanë ngritur. Se bën parlamenti këtë. Faktet dhe provat janë në provueshmëri është në gjykat. Vetëm ajo ka tagrin për të parë dhe ka diskrecionin për të parë provueshmërinë e provave. Nuk është fjalia që thot ne do të angazhohemi formalisht për të parë nëse realisht është në tejkalim të kompetencave prokurorit në lidhje me kërkesën. Rama paralajmëron një betejë të fortë përballë SPAK-ut në seancën e Këshillit të Mandateve. Por ama për ta përfunduar, problemi është që edhe pse po themi SPAK-u ka qenë shumë proporcional në momentet e para, step by step u pa qasje që kishte kryeministri për këtë përballje në thojza me Republikën e Prokurorëve. Në rastin konkret, sidomos për zonën Balluku, edhe me qeverinë, është ajo shpreha në ato batuta të filmit të famshëm, ndal është një barrier tashmë nga SPAK-u, ka dalë qeço me biçak. Po kryeministri nuk është kryetar lagje, nuk kalon, nuk ke ku kalon. Nuk është kryetar lagje që luan dominon xhelin. Ka dalë ai do të thotë i zgjedhur nga nga shumica. Nuk ka një vend tjetër se keni thënë që vendi i parë në botë. Ku keni një vend tjetër edhe këtu në Ballkan që është i pandehur dhe është akoma në punë. Ku ka një vend tjetër fakti që vjedh një zëvendës kryeministre dhe që ka ato fakte, ato prove tashmë. Nuk mund ta lejoj se je juriste ke gabim. Është zotëri janë. Nuk e akuz për korrupsion. Duket zotëri, duket ato janë hapësuar gjithmonë kjo ide vetëm vjedhje, apo se fond tuaj keni ndritur. Kush e ka këtë? Është e pandehur.